Arrin rekord historik, ari kalon nivelin $5.000 për oncë. Çmimi i arit ka shënuar një rekord historik duke kaluar për herë të parë pragun e $5.000 amerikan për oncë në një klim të shtuar pa sigurie politike dhe ekonomike globale. Sipas të dhënave të Bloomberg, metali çmuar u rit me 1.8% gjatë të hënës, duke arritur në $5.078 për oncë. Rritja e fortë e arit vjen në një moment tensioni të lartë ndërkombëtar pas deklaratave dhe politikave të paparashikueshme të presidentit amerikan Donald Trump, të cilat kanë shtyr investitorët të orientohen drejt aseteve të sigurta. Ndër faktorët kryesorë që ndikuan në rritjen e çmimit janë kërcënimet për tarifat e reja ndaj Kanadas dhe përplasje diplomatike me Europën lindore dhe të ardhmen e Grenlandës. Ndërkohë, tregjet financiare globale janë tronditur edhe nga frika për një tjetër bllokim të qeverisë amerikane, pasi demokratët kanë kërcënuar të ndërpresin financimin për Departamentin e Sigurisë Kombëtare. Sipas analistëve, ari ka shënuar një rritje prej rreth 90% që nga inaugurimi i Donald Trump më shumë se një vit më parë, duke reflektuar shqetësime në rritje për stabilitetin e dollarit amerikan dhe ekonominë globale.